kohët e fundit janë paraqit tek ne shqiptarët nëpër TikTok, sidomos disa që i thojnë vetit kuranista. Në shikim të parë mi i thonë vetit dikush kuranist është fjalë e mirë, e kupton. Mirë, po këto pretendojnë që veç Kuranit mi besojnë, nuk ju besojnë haditheve. Nëse ka si një shtjellim si për fillim kjo. Do të thonë besojnë Kur'an, thotë jam musliman, besojnë Kur'an, mirë po haditheve nuk ju besoj. Ky drejtim ose ky sekt më thon, nuk është sekta, këtë janë jashta pa dyshim jashta islamit. Nuk ka islam pa hadithe, pa sunet nuk ka. Ose nuk vlen vetëm pjesa e parë dëshmisë me thon ashhadu an la ilaha illallah, pjesën tjetër jo. Pra dëshmia, shahadeti është ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abdu rasulu. Kur nuk i pranon hadithet, atëherë edhe këtë pjesë nuk e pranon pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Atëherë nuk ka islam pa e pranuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Kurdo që të ai njeri i cili thot e besoj Allahun, mirë po nuk e pranon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, ai nuk është besimtar. Ai prapë është jo besimtar. Mos pretendon se me këto jo besimtar e besoj Allahun jo musliman, jo nuk je musliman. E besoj Allahun, e besoj edhe pejgamberin, mirë po hadithet si besoj. Atëherë është ka kontradikt kjo. Nuk mundet me thonë, edhe nuk ka logjik me thonë e besoj pejgamberin e nuk besoj hadithet. Këtu është ajo kurtha e shejtanit, se mundohen me qit hadithet nuk janë besueshme, nuk janë, po ka shumë lehtë demaskohen këta. Fillimisht kur kanë dalë këta, si kanë dalë këta. Ka qenë doktor i kimis, nëse nuk gaboj Yusuf Khalifa, i Egjiptit, edhe është shpërngull në Arizonë, në SBA, para luftës dytë botërore në 1930, diçka më duket 37. Edhe ai e ka qitë këtë ide i pare, e ka bo atë tempullin e vetë, nuk mund me thonë gjami, nuk është e gjami atë tempullin e vetë, për me bo ibadet, edhe ka fillu me përhap atë mendimin e tij, edhe për fat keq shumë vetë atëherë të na jena mashtru, po folio personalisht po namën besimtarës në Kosovë, në Macedoni, sidomos me një libër të tij në 19. O për fat keq është përkthy edhe në Shqip, se kena pas idenë e prapavisë së tij. Çka është pyetje në 19 thot është mbrojtja e Kur'anit. Numri 19 e mbron Kur'anin. Në çfarë aspekti? Çdo ajet, çdo sure çka të ka në Kur'an duhet me u plot pjesëtuar në 19. E merr këto bag në 19 ajetin, se di cili është ajetin surën Mudaththir, wa alaiha 19. Edhe ato e mbrojnë, e ruajnë, janë xhehenemin është fjala, në 19 për me lasë. Edhe tash këto e ka marrë, ka qitë, e ka përgjithsu. Edhe pastaj, shembull ka fillu Bismillahirrahmanirrahim në 19 shkronja. Edhe kur ti mbledh ajetet ose çka të koft, numra çka dalin, shifra, plot pjesum në 19. Kur ka ardhur sura Tauba, 2 ajete të fundit, nuk janë plot pjesëtuar në 19, ka thonë kjo nuk është prej Kuranit. Derisa Allah thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Na kena shpall këtë Kur'an dhe na e mbrojmë, nuk ka fuqi botnore absolutisht. Dhe jashtë botës, çka të koft, nuk ka fuqi i cili ndron një presje në Kur'an me shtu ose me hjek. Allah e ka marrë garancë dhe e mbron këto. E ky del pra me këto e ka vërtetu atë kufrin e tij se ka dorë për fesë, me thonë së është prej Kuranit, edhe ka dalë dikush ndoni fanatika që ka me thonë, atë në atë gjamitin, në tempullin e tij e ka myt, e pastaj, si zavendës, interesant koincidenca, edhe ai doktori kimis, është një kurdi Turqis, ai babën hoxh, ai tash e ka marrë vendin e tij, edhe baba hoxha është leqit prej tij, ti mo nuk je djali jap. Mos se pranon hadithin. Edhe kështu ka vazhdu, ata vazhdojnë mundohen me u infiltru në masat gjëra popullore të njerëzit cilët nuk kanë informata për islam, informata edhe ma elementare.
dhe pastaj let manipulon me ata. Ka pas mendime se kur qëndron me financim mrapa këtyne, po mos tym se këtu tash del edhe aspekti politik, pa dyshim dikur qëndron mrapa këtyne, pa kur farë dyshimi. Mirë po, Allah kështu e kalon këtë, po merr një shembull, krejt njerëzit kanë me besu, kanë me thonë pas ka Zot, kur t'lin dielli ka perëndimi. Allah po atë nuk e pranot besimi. Allah mund të me qunë do një argument, do një shenë, që krejt njerëzit bindën që është që ka Zot edhe duhet me besu edhe duhet me e jetu fen. Mirë po, Allah na ka dhënë informata përmes shpalljeve edhe ka dërgu pejgamber se nuk mundet njeriu me mësu vetë librin e Allah subhanahu wa taala. Sikurse çka nuk ka asnjë prind i cili i thot fëmijës vet ti kom ble librat, kariga, tavolina, ulu edhe mëso. Por krahas librave i blen edhe një çantë, e thot merr këto libra, shkon në shkollë se duhet dikush me ti komentu, me ti mësu këto libra, se vet nuk mundesh me e kuptu, nuk mundesh. Shumë shembull i mirë. Shkruan fjalë popullore, shkruan lis, lexon plis, pa komentu. E këto njerëzit kohës bashkore kanë marrë prej Allahut. Allah ka zbrit libra, o Allah s'po e kuptoj, po dërgoj mësuesin i cili e komenton këtë libër. Pejgambert, ato janë pejgambert. Gjithë nuk ka libër pa pejgamber. Edhe plotësohet. Edhe pasaj kompletohet, sikurse çka e ka përfunduar, e ka rumbullaksu me Kur'anin si libër edhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Shumë shembull i mirë për ta kuptuar këtë shikues të nderuar, kjo është pra. Prindi ta blen librin, ta blen çantën, ta blen lapsin, tavolinën, ulo mëso, po s'di me mësu, atëherë shkon në shkollë. Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shkolla, hadithi janë shkolla, Kurani është. Ka në anën tjetër ka shumë argumente të qarta, të prekshme, të kapshme, logjikshme. Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an, sura Nahl, أنزلنا إليك ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. Ty ta kanë shpall një përmendje, një shpallje që me usharu ato që është shpall njerëzve. Pra dy shpallje. Ta kena zbrit një shpallje, është fjallat e hadithet, për me sharu ato që është shpall njerëzve, Kur'anin. Po diçka shumë ma thjesht, që tash më kujtu. Këta po thojnë Kur'anin, edhe mundohen shembull, kom pas debat me njërin prej tyre para disa viteve. Edhe debatin pak si për me relaksu, se ish stresuaj, natën tha s'kom flajt, u mundu me mbledh ajete, se po takohet me mu. Edhe shumë në restoran thash, a hanti peshk, me të spodin... S'po do me dalë. Tha po, a nuk është harama? Thash me atë kuranor është haram. Ngrënia e peshkit. Allahu thot, innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmul khinzir ma uhilla bihi li ghayri Allah. Me vërtet Allahu ja ka bo haram, ja ka ndaluar coftinën. Peshkun e coft qysh pe han. Gjakun, mishin e derit edhe s'ka pret për Zotin atër, jo për Allahun. Unë e thash halal e kom. Met s'pat koment. S'ka përgjigje. Dhe kjo është tamam, nëse është i sinqert njeriu, atëherë duhet me pranu të vërtetën, me u kthy ka vërteta. Thash e se qëra apo apo e shet thash vjen punon me hadith edhe e lën ajetin. So për këtë ajeti po thot nuk bën se peshku i coft. Në ngordhësira nuk hahen, coftia nuk hahen. Mirë po kanë qenë grup të sahabeve të Yemenit, cilët kanë dalë në peshkim. Edhe kanë thonë, ja Rasulullah, kur po dalim në peshkim, po ndodh ndonjëherë, po duhet pak ma larg me shku, edhe po vano ma tepër ditë se sa kena planifiku. Rrjedhimisht uji po na harxhohet. Se po duhet njëtin ujë edhe për me pi, edhe për abdes. A bëna me majt ujin vetëm për me pi, ndërsa abdes me marr me ujë detit. Ujë nelmt i detit nuk po din tash. Po gjithmonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë ka thonë sepse është Oma arselnak ila rahmetin lil alamin, si mëshira Allah ka thënë. Gjithmonë ka thonë më tepër siç e kanë pyet, siç kanë kërku. Mahu
Tahurun, ujin e ka të pastër, mejtet tuhillun, coftimin e ka halal. Çka ka ndeti? Çka ka ndeti? Në për ujna, lumej, liçene, detna, coftina është halal. Ajeti po thot, inma harram anikum mejte, coftina ju ka bua haram. Pejgamberi sallallahu tash po thot, e ujit, coftina në për ujna, qoft detit, qoft uj ambël, është halal. Po e bon përjashtim prej coftinave të tokës. Po dhe kjo është me shpallje, jo në kryen veti. Por edhe hadithet jo në shpallje. Se do shta mundon çdo se ateisti tash mundet duke shiku këtë video mundet me thonë atëre pejgamberi pas ka bon kundër Allahut, diçka pas ka leu. Kjo ka shumë argumente. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. Çka të jep pejgamberi, merrni, s'ka ndalon largonu. Çfarë argument? Me Allahu po thotë. Po Allah po thotë. Men ata Rasul ka të Allah, kush i bindet pejgamberit, ju ka bind vetëm se ju ka bind Allahut. Pra, çka është halal e çka është haram, na tregon Allah subhanahu wa taala. Edhe Allah po thotë, edhe ky robi jam, ky pejgamberi jam. Kët autorizim unë e kam dhënë. Këtë drejt për me e ka marr. Jo në kryen veti. Pra, çka t'ju thom unë është haram, ndalohet, edhe ky robi jam, ky pejgamberi jam, edhe ai çka t'ju thot, nisoj sigurisht në me thon. Zotin, edhe ajo shpallje. Edhe pjesë është shpallje. Po halo argument ma i prekshëm, ma i kapshëm, ma i logjikshëm. Ata më duket falen, nuk ka namaz, ata fiskultur bëjnë, nuk është ajo namaz, 3 herë në ditë. Ku e keni marr është në sure Taha, në fillim ditës, në mes ditës dhe fund ditës. Po, se thënë nuk ka 5 vakt namaz. Po, edhe ta citon ajetin. Thot, filon sure, filon ajeti. Edhe për gjona tjera, ta citon ajetin. Thot, filon ajetin në filon sure. Mirë, qysh pedin ti, qysh më të besu që në qatë sure aja ajet? Qysh erdhëm të radhitja e ajeteve? Qysh erdhëm të radhitja fjalve në ajet? Se Kurani ka 3 radhitje. Radhitja e parë është radhitja e sureve, radhitja e dytë është radhitja e ajeteve mrana në sure, edhe e treta radhitja e fjalëve në një ajet. Se pedim ka ajete më të gjata, ta shka fjallë aty, qysh në radhitja ta fjallë. Ajete qysh u radhitën. Qysh e more verse Elhamdulillah Rabbil Alamin, ajeti i parë, Rahman Rahim, ajeti i dytë. Qysh pedin? Ose po du t'in taha e kom argument, qysh pedin këto? Po me hadithe jam në argument. Njëti hadith edhe Kurani ka. Që është hadith, përmes hadithit se pejgamberi sallallahu kanë qenë disa sahabe, katib, të cilët kanë ditë shkrim lexim. Ka disa transmetime dikon rreth 40 vjet janë kom për të sahabeve, dhe ai i cili ka qellu më afër, kur i ka zbrit shpallja, i ka thonë shkruaje, i ka diktu. Në lëvore të hurmave, në gjethet të mëdhaja, ose në eshtrat të deveve më të mëdhaja, kryesuar dikun e ka shkruajt. Edhe ka tregu, i ka thonë, ky ajet është në filon sure, para këtij ajeti, pas këtij ajeti. Këto janë hadithe. Tash ai ka marrë e ka shënuaj. Po, përmes hadithi, po thotë s'pe pranoj hadithin, atëherë ti mos e pranoj dhe Kur'anin, se radhitja e ajeteve është bu përmes haditheve. Ti po thu s'pe pranoj hadithet, kontradiktë me vetveten. Për ato pra nuk ekziston as Kurani. Radhita nuk është e përzit. Sepse radhita është bërë përmes haditheve. Po, da. Nëse nuk ju beson haditheve atëherë edhe Kurani dush. Nuk ka një pjesë Kuranit me tregu në këtë sure ky ajet është i parë, ky ajet i dytë, ky ajet përmes Kuranit. Këto janë krejt përmes haditheve. Mirë po si thash janë kurtha të shejtanit, të cilët njerëzit i pranojnë, i besojnë, edhe ndërlinda më herët që thash Allah mundet me dërgun do një shenjë, do një argument që krejt njerëzit me u bind. Mirë po ku po jetë ai besimi pastaj? Se kur është diçka konkrete, s'ki çka me besu aty. Nuk është më ai besim. Është çka po shihet. Po e kalon Allahu që pak me u mundu, edhe aty vinë shpreh pastaj shpirtat ka anojnë, ka shkojnë, se e pranon. Shembull, Ebu Bekri kur u bë halife, një grup kanë dalë prej fesë, se kanë thonë s'ka mo islam, vdes Muhamedi a.s. Po një grup të tyre nuk kanë pranu me dhonë zekat. Ende ka shpall luftë atyre Ebu Bekri. Umeri, po thot,
O Abu Bekr, ai i cili po falet, ti po do me luftu ato, a? Namaz po fal. Zeqat Kishte po s'po jep zeqat. Demek, s'po muna me kuptu, qysh ke i drejt me luftu ata. Umeri po thot. Abu Bekri po ja kthen. Pasha Allahun, nëse për një kërpesh të devës ja kanë dhënë zeqatin pejgamberit alayhis salam, mos më japin ku me luftu. Tash me argumente kështu nuk po e kuptoj po don me thon Umeri. Por po e incizon Abu Bekrin. Ra'aytu an Allah shra sadru ala al-haq. Huwa kedhalik. Në Buhari është hadith. E por që Allah ja ka shhap gjoksin për hak. Edhe kjo është qashtu, edhe me ty jam. Pra tash, do gjana jonë ndoshta pak, jonë të, që thot Allah mu të shabihat. Jonë pak në shishim të parë, por diken duken si mjegullafta, si dyshimta, por ku ne jep Allahu nurin e imanit, aj e shet diçka që ka tjertë nuk mundë me pa. Edhe e beson ato, pa rezerve pranon. Po dikush ka rezerve dhe pastaj kështu dalin ato devijime.